Na kanë thënë që firma VIP me një opinionist të ri, e ne po ua vërtetojmë. Firma VIP duket që këtë edicion e ka marrë shumë seriozisht. Kjo për shkak të investimeve më të mëdha në stafin realizues, por edhe të yjeve, disa prej të cilëve ju ende nuk i njihni, por shpejt do të familjarizoni pasi që do t'jem pjesë e këtij formati. Privikla në Kosova mëson se këtë vit, krahas opinionistës së vitit të kaluar, modeles Armina Mevlani, në rolin e njëjtë do të jetë edhe këngëtari Castro Zizo. Castro do të jetë risia e ulës së vet të kuqe, duke zënë kështu vendin e dy moderatorëve të edicionit të parë. Mbetet të shihet kimia mes dyshës së opinionistëve dhe gjykime ndaj dramave që formati pritet të formojë. Castros ndoshta me muzikë nuk po ecën edhe më mirë, por karikët e ngrohta e të dhënit mendime të hapura se në X Factor tashmë edhe firma VIP duket që po kanë rezultat për të.